Ne vendosëm që shtabi i përgjithshëm i Shqipërisë pjesën më të madhe ta kalojë në këtë pjesë. Shtabi i përgjithshëm ka përdorur disa vende, në veçanti në Drenicë, në Pashtrik dhe në Rodim për takimet dhe për shtabin e vet. Në fillim të periudhës së akuzës, shtabi i përgjithshëm e kishte bazën dhe funksiononte në Likovc. Nga vera në 98-s, shtabi i përgjithshëm kryesisht e ka pasur seri në Divjak dhe në vende të tjera të rrotull. Këto vende dhe këto seli në malet e Berishës ishin në qendër të Kosovës dhe në afërsi të zonave operative, duke lehtësuar kontrollin e shtabit të përgjithshëm dhe komunikimet, ashtu siç është shpjeguar nga Fatmir Limaj në videon P836. Në këtë video jep gjithashtu edhe citimet në anglisht, kështu që nuk është e nevojshme që të ndiqni përkthimin, kështu që ju lutem ndiqni videon. Pa marrë parasysh terrenin, i kishte vendin pothuajse më të sigurt vendosjen në këtë pjesë të Kosovës, nga ku do të ndëlidhte veprimet ushtarake dhe komunikimi me të gjitha njësitë ushtarake në kënd Kosovës. Ky ishte pika, si thua, mesi i Kosovës, qendra e Kosovës me të cilën mund të komunikonte me të gjitha anët e Kosovës. Edhe në sistemin e ndëlidhjes, edhe në sistemin e kalimit dhe parakalimit të ushtarëve nga një zonë në zonën tjetër, duhej patjetër të kalojnë nëpër këto male dhe të ndëlidhen me zona tjera. Prandaj edhe ne vendosëm që shtabi i përgjithshëm i Shqipërisë pjesën më të madhe ta kalojë në këtë pjesë. The General Staff's choice of Zgjedhja e bazës së shtabit përgjithshëm në vende të sigurta dhe strategjike dhe në vende të kuptimta demonstron organizimin dhe përshtatshmërinë e saj. Po ashtu, ajo është një shenjë leadershipit dhe kontrollit të shtabit përgjithshëm gjatë gjithë kohës. Shtabi i përgjithshëm ka bërë vendime përmes një procesi të shqyrtimeve kolektive dhe pjesa dërmuese e vendimeve janë respektuar nga të gjithë. Nga pranvera në 98-s në vijim, shtabi i përgjithshëm ka organizuar takimet e veta dhe këto takime kanë ardhur duke u rritur, përfshirë këtu edhe takime të zgjeruar në të cilët kanë marrë pjesë komandantët e zonave. Megjithatë, sikur se është shpjeguar prej Shukri Bujës në transkript në faqen 21 në 2, kur merrnin pjesë në takimet e shtabit përgjithshëm, ai si komandant i zone nuk ka pasur të drejtën për të votuar. Pas krijimet të qeverisë së përkohshme, në mars të 99-s, janë organizuar takime të përbashkëta të shtabit përgjithshëm dhe zyrtar të lartë të qeverisë së përkohshme. Sikur se tregohet në paragrafin 112 të dosjes tonë, takimet e shtabit përgjithshëm trajtonin një gamë të gjerë çështjesh, përfshirë emrimet dhe shkarkimet, aspekte të disiplinës, strukturës, rregullore, policinë ushtarake dhe të zbulim kundër zbulimit, arrestimet, ndalimet, trajtimin e bashkëpunëtorëve dhe të oponentëve, aspekte logjistike dhe finance dhe negociata të ndryshme. Pas takimeve, shtabi i përgjithshëm përfshirë dhe të akuzuarit të vijonte që të lëshonte urdhra rregullore dhe deklarata publike dhe të merrte veprime konkrete.